Këngëtarja Parashivi Simaku mësohet se shumë shpejt do t'i rikthehet muzikës me një videoklip të ri që mësohet se ka regjistruar në New York. Lajmi është dhënë nga Elton Iliani përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Parashivi Simaku shumë shpejt vjen me videoklipin më të ri të xhiruar dje në New York City, shkruan ai. Ky lajm ka entuziazmuar të gjithë fansat e saj, të cilët janë rritur me këngët dhe zërin e saj të veçantë. Panorama shkroi kohë më parë se këngëtarja dhe grupi njerëzve pranë saj janë duke ideuar edhe një rikthim të mundshëm në skenë në vendin tonë, por detajet janë ende duke u diskutuar. Një gjë të tillë duket se e ka pohuar dhe mbesa e Parashivis. Ina Simaku ka deklaruar se ka disa plane të mundshme për ardhjen e Parashivis në Shqipëri, por theksoi se për momentin nuk mund të jap një përgjigje përfundimtare. Parashivia do i rikthehet skenës pas një periudhe shumë të gjatë larg skenës, pasi u gjet në rrugët e Amerikës ku jetonte si e pastre.